Shoqata e ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme të Shqipërisë në bashkëpunim me kompaninë KSE Art Imobiliare kanë organizuar gjatë kësaj të shtunë në Vlorë një trajnim me ndërmjetësit e pasurive të paluajtshme apo thëndryshe agentët imobiliar. Për organizimin e këtij trajnimi ishte pranë kompanisë KSE Art Imobiliare vetë drejtori ekzekutiv i Naraea, Reinaldo Pipiria. Qëllimi ishte prezantimi i kuadrit ligjor me fushën e pasurive të paluajtshme, por edhe për të prezantuar detyrat dhe përgjegjësitë që kanë ndërmjetësit apo agjentët e pasurive. Qëllimi i trajnimit sot në Vlorë është e para për të prezantuar gjithë kuadrin ligjor të ndërmjetësimit pasurive të paluajtshme, i cili është një kuadër dinamik, rregulluar prej 9 marsit të 2022 si profesion, për të bërë një prezantim me anëtarët tanë të rinj dhe në të njëjtën kohë për të prezantuar dhe detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të këtij profesioni. Në të njëjtën kohë për të aftësuar të gjithë ndërmjetësit e pasurive paluajtshme në këtë qytet dhe në këtë zyrë se si të shërbejnë me një standard më të lartë, duke kryer analizat e duhura për njohjen e klientit, por në të njëjtën kohë duke mbrojtur interesat e tyre dhe interesat e klientëve që ata përfaqësojnë në treg. Ditën e sotme jemi te KSE Art Imobiliare, që është një nga anëtarët tanë më të rinj, për të shpjeguar kuadrin ligjor, për të shpjeguar detyrimet dhe të drejtat e një ndërmjetësi, për të përgatitur sidomos edhe për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sidomos për mbrojtjen e të dhënave personale, por për t'i dhënë edhe disa elemente kyç se si mund të shërbejë një blerësi tuaj me analizë e tregut dhe duke e orientuar gjithmonë më tepër në një treg si Shqipëria që ka qenë duke u rritur. Ne e dimë që Shqipëria vitet e fundit ka pasur bumin e turizmit, por bashkë me bumin e turizmit patjetër vijnë edhe blerësit tuaj, të cilët në qytete të ngjashme si Vlora ka një pjesë më të madhe të tregut se që kanë në qytete tjera siç është pjesa e Tiranës. Sipas administratorit të KSE Art Imobiliare Fation Tozaj, qëllimi i kësaj kompanie është rritja e cilësisë së agjentëve të pasurive të paluajtshme, si dhe për një shërbim sa më cilësor në tregun imobiliar. KSE Art Imobiliare aktualisht bashkëpunon me gati 40 kompani të tjera. Qëllimi i këtij trajnimi ishte rritja e cilësisë, domethënë e gjithë agjentëve që ne rekrutojmë për të dhënë një shërbim sa më cilësor, domethënë në lidhje me tregun imobiliar. Kjo vjen si rezultat i antarësimit tonë në shoqatën Narea, e cila na mundëson, domethënë, të lloj trajnimesh që janë shumë efikase, shumë të vlefshme, domethënë për të gjithë agjentët imobiliar që kërkojnë të zhvillojnë domethënë këtë profesion në nivele të larta dhe të japin në treg një shërbim sa më cilësor në lidhje me klientët e tyre, me thënë që arrin të kenë sukses dhe duan domethënë të kenë një sukses të vazhdueshëm në këtë lloj tregu. Sot që ne flasim kemi rreth 38 agjenci të tjera imobiliare, të cilët bashkëpunojnë me ne, janë partnerët tanë dhe na sjellin sukses të vazhdueshëm, domethënë në lidhje dhe rritje të vazhdueshme në lidhje me bashkëpunimet, me besueshmërinë, me aksesin e vazhdueshëm që ata na japin në treg dhe çdo gjë që ne kërkojmë, domethënë të realizojmë nëpërmjet këtyre partnerëve, të cilët janë shumë të aftë në lidhjen në dhënien e këtij shërbimi. Por përse duhet i besojnë pronarët e pronave apo të tokave kompanisë KSE Art Imobiliare? Ne jemi një kompani e cila, domethënë, jemi një kompani komplekse. Nuk jemi thjesht kompani imobiliare. Ne jemi një kompani ndërtimi, domethënë, dhe pastaj kemi dhe shërbimin imobiliar. Kjo kompani, domethënë, ka fokus për të zhvilluar projekte të ambicioze në zonën e radhimës dhe të orikumit, por në gjithë bregdetin e jugut. Dhe për këtë qëllim ne, domethënë, shohim si agjenci imobiliare, shohim çfarë neve kemi interes, domethënë, për kompaninë e ndërtimit, por njëkohësisht, domethënë, dhe për palët e treta, të cilët na besojnë dhe na kërkojnë vazhdimisht, domethënë, që të kenë zhvillime, domethënë, të gjejmë troje, toka, prona, për të zhvilluar, domethënë, në lidhje me infrastrukturën përkatëse që do i bashkangjitet, domethënë, turizmit dhe industrisë së madhe të turizmit, domethënë, që ne synojmë dhe kërkojmë, domethënë, që të zhvillojmë.
Majklend Kreshpa, drejtuesi i Departamentit të Ndërmjetësimit në KSE Art Imobiliare, vlerëson efikasitetin e këtyre trajnimeve. Jemi një zyrë e re, duke e parë dhe sot duke kemi bërë një trajnim shumë të mirë me shoqatën e area, e cila na ka ndërmjetësuar dhe na ka ofruar shërbimin e saj për të ofruar më shumë te klientët, duke qenë jo thjesht një fushë ndërmjetësimi, por një konsulencë e mirëfillt te pjesa e pronës. I ofrojmë shërbime të ndryshme, të cilat duke u hapur si kompani dhe në zonën e Orikumit, por dhe në qytetin e Vlorës. Dëshira jo dhe ambicia është pse jo të hapemi në gjithë qarkun e Vlorës. Menaxherja e kompanisë KSE Art Imobiliare në Orikum, Elisa Rexhaj, flet për mundësitë për zhvillimin e pronave në këtë zonë. Ne ofrojmë mundësi investimi dhe po ashtu prona për kërkesën e klientëve që ne kemi. Ka kërkesa në Orikum? Ka shumë kërkesa për Po, në qytetin e Orikumit dhe Radimës po ashtu për prona, për toka të cilat kanë mundësi investimi më të mirë, po ashtu edhe për apartamente në qytetin e Orikumit. Cilët janë ata që interesohen? Të huajt janë goxha që interesohen, po ashtu edhe vendas që jetojnë jashtë shtetit, por vinë për pushime në qytetin e Orikumit. Atëherë ne kemi një mesazh për të gjitha pronarët që jetojnë në qytetin e Orikumit, në zonën e Radimës, Trajgjasit, Dukatit, pasi mund të vinë në zyrat tona për të vendosur pronat e tyre dhe për një investim më të mirë dhe bashkëpunim me zyrën tonë të Orikumit. Drejtoresha e Departamentit të PR-it në KSE Art Imobiliare, Celeste Baba, ndalet edhe tek rëndësia e trajnimeve dhe pritshmërive. Këto trajnime do të shërbejnë për rritjen e cilësisë në tregun imobiliar. Kjo do të sjellë risi për sa i përket edhe cilësisë dhe shërbimeve me profesionalizëm të klientëve tanë, dhe që shërben si shtysë edhe për rritjen e besimit të vazhdueshëm që na japin klientët tanë. Kompania KSE Art Imobiliare, edhe pse re në tregun e pasurive të paluajtshme, ka hyrë tashmë në mënyrë serioze dhe me profesionalizëm edhe në drejtim të trajnimit të stafit dhe ndërmjetësve, për të përshtatur me të gjithë legjislacionin në fuqi, si atë vendas, por edhe ndërkombëtar.